Ore, kem në një video këtu të shohim, duke se goditi Trumpi një tjetër nga këto peshkaregjet. Peshkaregje i quaj unë, po... Skafet. Nga këto skafet e... Që është kjo? Kjo është... Luftani amerikane. Luftani është kjo, po është luft... Aeroplan bajtës. Aeroplan bajtës, po. Tani kjo është afruar afër Venezuelës, ku? Po është përballë mbrëgjit e Venezuelës, sepse aty ndodhet ishulli Puerto Rico. To janë F-35 apo që janë këto? Po, aty ndodhet ishulli Puerto Rico që është ishull Amerikan. Mu përballë Venezuela. Puerto Rico, po, bravo, po. është mu përballë Venezuela. Puerto Rico është Amerikan, është brenda... Ka një lloj autonomie, sovraniteti vetë qeverisë. Këto janë F-35 të famshme, kulla. Po, po si janë vetëm F-35, ka shumë lloj avionësh aty. Dëgjoj kulla, tani ky ka bllov ky Trumpi valla apo do i bjerë vërtet? Dhe para kujt do i bjerë? Se ja goditi Venezuelën. Se nuk e do këtë Maduro do ta heqë qafe. Atëre, do të thënë çdo më thënë, i bie kujt? I bie pikave nevralgjike të Venezuelës, çka ka? Atëre, ose kështu nafte, gjëra, ç'a do i bjerë? Apo do të vrasë ato? Atëre, duhet të kthehemi pak I ka thënë merr familjen dhe ik. 8 vite të shkuara. Kemi 13 minuta kokulla. 8 vite të shkuara kur SBA... Do harta këtu ç'ash kulla? është ai që quhet gjiri Meksikës dhe tani Trumpi ka quajtur gjiri Amerikës. Po normal, po. Ose më mirë si ne e njohim si Amerika Qendrore. Dhe deti Karaibeve, kupton, po... Qartë. Presidenti Trump ja ndryshoi emrin në hartë. Po që kur erdhi në pushtet. Po, një pjesë e quan gjiri Meksikës, pjesa tjetër e quan gjiri Amerikës. Tani, çfarë ndodh? Ndodh që aty është dhe Aruba e famshme, ai ishulli... Ishulli që përfol tu që holandez, një takim që është bërë në ishullin Aruba. Shumë afër Venezuelës dhe është ishull shumë i bukur. Tani ndodh që Venezuela është vend që tregon për forcimin ushtarak të SBA-s. Po, në det. Në Karaibe. Po. Dhe janë aty ku morojnë shigjetat apo jo kulla? Po. Se unë i kam larë, nuk i lexoj dot. Ndodhi kam unë, ti lexoj unë. Po, mi thuaj pak. Tani, ndodh që gjatë periudhës pas Covidit dhe gjatë periudhës presidentit Biden, Amerika ka humbur influencën gati në gjithë Amerikën e Jugut. Të gjitha qeveritë e reja që dolën nga zgjedhjet, përveç qeverisë Mileit në Argjentinë, janë qeveri anti-amerikane, hapur anti-amerikane. Po jo të gjitha më duket. Përveç Argjentinës dhe kujt tjetër? Përveç qeverisë së Argjentinës, këtu është dhe Costa Rica që është pro-amerikane, të tjerat Honduras, Nicaragua, Panamaja, Kolumbia, Brazili, Guam, qaj me radhë ke qeveri, Ekuadori është pro-amerikane, Peruja është pro-amerikane që është këtej, qeverit e tjera i ke gjithë anti-amerikane. Kolumbia, ta përmënda pra, presidentin... Edhe Meksika nuk është anti-amerikane. Edhe Meksika është anti-amerikane. Po, Po. Ka problemet në dhaja. Dhe tani, a i ka vendosur që të kthehet në atë pikën e përplasjes që kishte para 8 vitesh kur u bën zgjedhjet në Venezuelë dhe Amerika njohu një qeveri paralele që pastaj ai presidenti iku u arratis qofse të kujtohet, shkoi në Amerikë, dhanë azil politik e tjerë. Edhe atëherë tensionet mes Venezuelës dhe Amerikës ishin shumë të larta, madje ishin kaq të larta sa që u desh të ndërhynte Papa atëherë në ndërmjetësimin mes dy palëve për të mos lejuar një luftë. Atëherë sekretar shteti ka qenë Mike Pompeo, i cili ishte njeriu që shkonte dhe vinte. Në rastin konkret, këtu ka marrë një rol Marco Rubio sepse ai është hispanik, pra një mentalitet të tjerë. Me pak fjalë, Venezuela sot është një aleat jashtëzakonshëm ushtarak aty i Rusisë edhe i Iranit. Madje Irani ka shumë mbështetje brenda Venezuelës dhe kontrollon edhe një pjesë të puseve të naftës, duke llogaritur që Venezuela është edhe një nga vendet më të pasura të Amerikës së Jugut. Pra, Trumpi nëpërmjet Venezuelës ka naftë pafundët, ja ku? Trumpi nëpërmjet Venezuelës synon që të rikthejë forcën e SBA-s, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës Veriore, kontrollon që ka pas gjithë Amerikën Jugore. Nuk është e lehtë, është shumë e vështirë dhe ai ka gjetur si sebeb luftën kundër drogës, duke qenë që edhe Venezuela është një nga prodhuesit e mëdhenj të drogës. Pa Putinin mbylli gjë që i ka thënë ti vazhdo këtella, nuk po të fus udhët unë në këto gjërat e tua. Zonën këtej mos u gatro për punë e Venezuelës. Nuk është kaq kollaj. Ki parasysh që
SBA si ka ngelur këtu 100 vitet 60 Kuba. Kubën nuk e ka mundur dot. Kështu që sfida për Venezuelën është shumë e madhe dhe është shumë serioze. Pra ai presionin e ka të madh, e ka serioz, por mund të jetë duke luajtur një bllov të madh politik që nëpërmjet presionit të marrë në këmbim shumë gjëra të cilat në kushte normale presidenti i sotshëm i Venezuelës nuk e jep. Pse? Qa kërkon fatikisht Trumpi atje? Kërkon naftën? Rolin që ka patur dikur Amerika në Venezuelë para Chavezit. E shfryzonte pasurinë e Venezuelës dikur Amerika? Sigurisht, ishin kompanitë e mëdha, po deri para Chavezit, deri para 20 sa vitesh. Dhe pastaj mbrapa? Pastaj u bë gruashi i shtetit me Hugo Chavezin. Dhe presidenti sotshëm Maduro është trashëgimtar i Chavezit. Pra ti thua ka mbi 20 vjet që Amerika nuk ka mas influencë në ato. Jo, në Venezuelë jo, po ka humbur të tjerat. Dhe sot Amerika ka dhe një problem tjetër. Kur erdhi presidenti Trump në zyrë dhe ishte një nga argumentat që ai përdorte për Bidenin dhe për dobësimin që i bën Amerikës, e gjeti që gjysma e vendeve të Amerikës Latine ishin pa ambasador amerikan. Pyta. Kështu që për të shumë e rëndësishme strategjikisht ta kthej pushtetin dhe fuqinë e Amerikës në Amerikën Latine, edhe në mënyrë që të ekuilibroj rolin që ka në Panama. E mbriti me presion, e mori kanalin e Panamas mbrapa, sepse problemi është që këta kanë bërë një aleancë të tre, Rusi, Kinë edhe Iran në Amerikën e Jugut, por me Venezuelën nuk është kaq kollaj, sepse Venezuela është vend i madh, shumë i komplikuar. Pra ti thua kur Trumpi i thot Maduros, kërcënimin e ka serioz, merr familje dhe ik, ti thua ka seriozisht. Pa ka seriozisht. Ndërkohë Maduros pjerr fare thua ti. Jo, ndërkohë ata kanë folur në telefon 2 herë javën e fundit. Edhe? Ka negociata që shkojnë në tokë dhe nuk e dim se si do shkojnë negociatat. Prandaj unë them që mund të jetë presioni i madh në mënyrë që të ketë një marrëveshje. Pra mund të jetë edhe bllov. Mund të jetë një bllov diplomatik të kesh ku ka rezultat më të mirë, se ai e mori Panaman, kanalin e Panamas duke kërcënuar, tha. Vetëm me deklarata. O do ma jepni ose do vi t'ju pushtoj. Edhe ata thanë këta të pushtoj, ky të pushton me gjithmonë Biondi. Nuk i eci me Kanada, nuk i eci me Groenlandën, me këtë gjë. Kanadan jo, sepse po se dim se ka akoma me Kanadan, po domethënë në rastin konkret do shohim se sa do funksionoj. Ki parasysh që në Venezuelë ka një prezencë ushtarake ruse jo indiferente, ka një prezencë ekonomike kineze jo indiferente, po ka dhe prezencë ushtarake edhe të Iranit në... A ka dhe Irani janë atje? Po, Irani ka një lidhje të veçantë me Venezuelën, prej vitesh. Madje një nga ministri financës, janë dy nga këta cilët janë libanez shiit, njerëz të Hezbollahut, edhe Hezbollahu ka bazat forta në Venezuelë. Si baza në shkuptim? Baza politike, ushtarake. Ka dhe ushtarake? Po, ku stërvite njerëzit, ku i çojnë, ku marrin para. Parasysh që Hezbollahu është një shtet brenda shtetit dhe ka ekonomitë vetën, ka qarkullim vetën e tij, kupton? Edhe prandaj këta quhen Venezuelën si sponsor edhe të terrorizmit për shkak lidhjes që ka me Hezbollahu. Pra kulla një vend totalisht katolik, Venezuela, që nuk pjerr fare të bëjnë marrëveshje. Ka 2 milion italian. Që ka? 2 milion italian. Dhe ç'popullsi tjera ka atje, kulla? Ka popullsi hispanike, po italianët janë kryesorët dhe ka edhe Argentina është vendi me numrin më të madh të italianëve në botë, ka diku te 5-6 milion italian, dhe ka Venezuela 2 milion italian. Dhe unë kam një shokun tim që është me dobë shtetësi venezueliane dhe italiane që jeton në Spanjë, është regjisor, i cili sa herë që shkon në ambasadë venezueliane në Rom i thonë: "Compañeros, bienvenidos." Compañeros është shok, domethënë, kamerat. Po pra shok, kamerat, domethënë kanë ato ideologjinë komuniste deri diku. Ky Maduro vetë çfarë është? Ky kështu ka gjë. Ja ka ideologjikisht është i majt. Po të majt janë ata gjithë ideologjikisht, po të majt militarist, jo të majt kështu domethënë. Po. Edhe këta janë gjithë fëmijët që ta kuptojnë njerëzit, këta janë gjithë fëmijët e Fidel Castro si regjime, si ideologji e si tjerë domethënë. Kuba e vogël atje. Po, Kuba e vogël është Kuba ka shërbimin sekret më të rrezikshëm në botë. A vazhdon akoma? Po. Zërbe. Dhe e ka shpërndar kështu me këtë anti-amerikanizmin kudo nëpër botë, kudo që shefti këtë gjunë e mjekët. Po ne kemi agent Kubës në Tiranë? Kemi pas. Ka pas Kuba këtu marrë, vinin në kohën e Enverit. Ka pas, jo, po ka pas edhe deri vonë. Edhe mbrapa. Edhe Kuba është vend shumë interesant dhe ki parasysh që nuk është pushtuar dot kurrë nga amerikanët. Dhe Kuba me të famshmin Che Guevara dhe me Fidel Castro është ajo që ka futur virusin anti-amerikanizmit në të gjitha vendet hispanike. Tash pse është e rëndësishme kjo gjë?
pse ta përmenda vendet hispanike. Sepse pika ku këta kanë bërë balancën në Amerikën e Veriut, është se në Amerikën e Veriut ata që mbartin pushtetin kanë thënë gjithmonë që ne jemi protestant, pra kemi origjinën nga Anglia. Qartë. Kurse këta janë katolikë që thonë ne nuk do lejmë kishën protestante që të vijë dhe të na dominoj këtu tek ne. Kështu që është një stradë e jashtëzakonshme, gjeopolitike, por edhe ekonomike, por edhe... Dhe ma thuaj vetëm një fjalë të se do bëj një pauzë, do vi prapë të ty dhe në orën 10. Kemi akoma dhe 4 minuta. Më thuaj vetëm gjithë lutem kulla. Ka pasi takim njësor shumë sot midis presidentit Trump, presidentes meksikane edhe kryeministrit kanadez. Ishte sot? Po, kanë qenë sot. Apo ka qenë dhe FIFA pra Lëdio? Po, ishte shumë njësor, ishin gjithë buzagaz aty. Po tani më, kush ishte pra? Kush ishte nga Amerika Latine? Trump është kryeministri i Meksikës, Presidentja e Meksikës, më falë, edhe kryeministri Dhe kanadez. kryeministri... Ja thashën pra kullës, me Meksikën nuk i ka keq. Jo, me Meksikën i ka keq, jo mua. Me Meksikën i ka U keq. do dilte aty në foto, njef Trumpi ti apo jo? Është butur, s'ka ç'bëj, duhet edhe me Kanadan i ka keq, po s'ka ç'bëj. I duhen aleanca se nuk mund të ketë gjithë kundër, kupton? Por ai është treguar brillant në faktin që ka kthyer rolin e Amerikës në Amerikën e Jugut. Kulla, kam një pyetje tjetër për ty. Po do ikim me letën tani dhe bashkë do ikim të bëjmë xhiron çilek. Falat Çilekut. Ha? Falat Çilekut. Se shprehje kjo? Jo, të falat Çilekut. Okej. Ledio, bëjmë xhiron çilek plak. Sepse çileku na njofton zonja Zotrinj se ka nisur uli dhe vjetorit.